A e dini se 90% e sëmujave në trup ndodhin sepse ju nuk e doni veten, nuk e pranoni veten dhe keni komunikim negativ të brendshëm me veten e juve. Komunikoni tërë kohën duke kritiku dhe mos dosht trupin e juve, veten e juve. Ju kam thënë edhe në videot e mia në fillim. Dashuria ndaj vetës është baza një jete të lumtur. Dhe ju kur komunikoni, po komunikoni me 40 miliard. Mbi 40 miliard qeliza që i keni në trupin e juve dhe ato janë gjalla. Dhe ju po i thoni kështu funksiononi, kështu vibroni dhe ato janë energji, gjithçka është energji. Dhe ju po programoni veten krejt kohën me komunikimin që ju e bani me veten, me komunikimin që e bani edhe jashtë. Mos harroni se sa herë flisni, ju po flisni me këto qeliza dhe ju po i programoni. Baza një jetë të lumtur është vetë dashuria, vetë pranimi. Aty fillon sherimi, kur ju jepni dashuri çdo pjesë e trupit, kur ju filloni me falendëru trupin, që nga lindja deri më sot ka bën punë të mrekullueshme dhe ban punë të mrekullueshme krejt kohën. Falenderoni për gjithçka. Falenderoni çdo qelizë të trupit që është e gjallë, që është në trupin e juve. Falenderoni dhe keni me pasë si ka më ndryshuar jeta juve. Qindra njerëz kanë nisur rrugtimin e tyre, ti kur? Ndryshimi yt fillon me një vendim. Na shkruaj tani dhe bëu pjesë e Akademisë për Transformim.